Kemi ndodhaj, vjen pas do vjetës ndaj Partizanit, me siguri shumë optimist edhe në prag Dinamo. Përshëndetje, them drejtë jam shumë i lumtur për 2 gola se çdo sulmues pesha ati mbahet me gola. Por më i lumtur jam që fitum një ndeshje të vështirë siç ishte ajo me Partizanin dhe morëm 3 pikë dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Nuk patëm rastin që merrem një intervistë pas ndeshjes se ato gola për kë shkojnë, kanë ndonjë dedikim të veçantë? Gjithë golat deri tani kam shënuar për familjen, por tani besoj golat shkojnë për gjithë tifozat e pranishëm dhe për ekipin dhe për lojtarët që luftuan deri në minutën e fundit. Sepse gjithë familja do dhe ishte bukuar tribunën qendrore të stadiumit Arena Demo. Po ajo është mbështetja ime më e madhe deri tani dhe vin çdo ndeshje. Ndaj Dinamos gjysmëfinale e parë. Me fjala gjysmëfinale tregon rëndësinë e ndeshjes ndaj Dinamos. Për ne është një ndeshje si tjetër edhe një ndeshje kampionati, duhet ta vlerësojmë maksimalisht. Shpresojmë që të dalim me fitore dhe të vim në Shkodër, që të vim sa më të qetë. Kemi Vllaznia ka fituar me Dinamo në kampionat, por sa vështirë do të jetë në kupë është një takik disi më ndryshe ky që është besoj edhe më e rëndësishme. Të rëndësishme kanë qenë edhe në ndeshjet e kampionatit, besoj me Dinamon sepse ka shumë kvalitet si ekip. Dinamoja vjen pas një fitore 4-1 me Elbasanit dhe besoj edhe ata janë shumë motivuar ndaj nesh, por ne dojmë zbatojmë detyrat tona dhe dalim me një fitore. Rezultati i ndeshjes së nesërme do të jetë i rëndësishëm apo gjithçka do të vendosur pas 2 javësh për kompetimin? Po, ndeshja e kupës kanë 2 ndeshje, ndoshta nesër mund të jetë një rezultat jo i mirë për ne, por ne do luftojmë edhe në Shkodër që të arrijmë maksimumin e këtyre ndeshjeve dhe të kualifikohemi. Në shumë ndeshje keni nisur nga stori, me këto gola që përshënon Dodaj, ka filluar të fitojë besimin e teknikut Martini për të marrë një vend titullari nga minuta e parë. Unë stërvitem çdo ditë, ndihem shumë mirë deri tani, po bëj detyrën time besoj dhe trajneri vendos për gjithçka në fund. Dhe taktikat që ai zbaton, por shpresoj që po. Dodaj, ju vini vllazësuar nga skuadra bullgare. Keni interesim në kontakte me drejtuesit e ekipit për formën, për gjendjen, për golat tuaja? Po, ato pas çdo ndeshje më pyesin si ndir, si je. Më urun para disa dish për golat që shënova dhe ajo është diçka mirë edhe për mua. Ku shkon diçka mirë, mund të ketë ndonjë zgjatje të bashkëpunimit me Vllaznin sepse kontrata është deri në fund të sezonit. Me Vllaznin gjithmonë kam pas bashkëpunim, si dihet ta shohim deri në fund të sezonit si do shkojnë gjërat dhe betet për të parë. Dinamo Vllaznia gjithmonë ka prodhuar lojë, emocione, spektakël dhe jo shumë larg në Shkodër ishte një ballafaqim i tillë. Si e parashikon në kryeqytet me një fitore apo edhe me barazimin e kënaqur në ndeshjen e parë? Ja, Vllaznia gjithmonë ka hyrë fushën që me fitu, shpresojmë që dalim me një fitore që theksova edhe më parë që jemi sa më të qetë në Shkodër. Mendoni se Vllaznia i ka forcat e duhura të luftojë në dy fronte, edhe kupë e kampionat? Kemi shumë javë që jemi edhe në vendin e parë dhe kemi treguar që kemi forcat dhe duhet ta tregojmë deri në fund dhe ta mbajmë këtë ritëm. Sukses ekipit.